amnistin penale, mendoni se Ministria e Drejtësisë ka bërë diçka të mirë? Më vjen mirë për ata që për këto vendime këto ligje si nxirren, sepse po na kushtojnë shumë ata. Ai shkon bën krimin e bën gjëra, ca krime për shembull si ata mundet mos me penalizu me burg, mundet ata me gjob. E ne paguajmë sipas asaj që di unë 60 euro për një person burgosën. Aty janë bërë tash burgosën para burgosën janë më shumë para burgosën se të burgosën, më duket e drejtë. Më duket e drejtë. Ato janë prera, nuk bëhet tash. As edhe një popull i tërë nuk ngrihet, shef që padrejësitë janë kulmit, burgosët janë po kapen vend e pa vend. Vjedhja po bëhet e madhe, prap as du me ditë fare. Ky popull është pul. Nuk ndihet, do të ngrihet gjithë si popull, nuk ngrihen. Ashtu e mësu, më tepër janë që paguhen dhe në rregull. Mendoni se Ministria e Drejtësisë ka bërë diçka të mirë? Kur i kemi, 10 minutë, as i kemi. Qa ka bo mirë, qa rrullë e këtë punë, Ministri e Drejtësisë, atë, qa ka bo, po fali mu nuk zbatohet gjama, se qa ka bo e nuk di në leta atje. Në leta mund të këtë bo shumë gjana, po zbatim nuk ka kun. Ti mendon se është diçka që po flitet, por ende e pa Ende pa zbatur, si po ke pa zbatur, as shkot e, nuk quhet e. Ata e dinë më mirë këtë punë, se sa ne. Ata e dinë më mirë, po ne jemi sovrani tani. Po sovrani jemi, po duhet të dim edhe në mirë ato ligje, nuk i dim mirë. Si jemi interesuar shumë. Kështu që Po e di, unë jemi popull që s'njohim ligjet, prandaj na fusim. Po si. Dale se zonja është me dim. I di ligjet, po si zbatojnë drejtuesit. Ligj vendësit. Ata që janë atje në drejtësi. Ata ligjet i bëjnë për vete. Për vete, për mendoj që për vete. Asnjë s'mendon për popullin. Njët nënës, njët babës edhe si të vej Shqipëria. Përse përket këtyre që do të Zuam që u vu drejtësia e re, po drejtësia e re është më keq sa jo e vjetra. 35 vjet kemi, po. Atë që kemi dashur ne nuk është bërë. Pra vendet pa shpresë. Pa A nuk shpresë. është bërë. Pa shpresë. A do bërë. Ai që merr Jemi një në pul, pritje, po. ai që vjedh një pul nga e keq ai gjori mund ta vjedhë, futet atje në burg, ai që gëzon milionat e miliardat e nuk din se ku i kanë futur, i gëzojnë me fëmijë, me familje, me gjithçka. Për amnistin penale. Po tashi për amnistri qa quhet ase më mërgoja. Njëra nga ato. Njëra nga ato, theti, ashtu dhe. Mirë është që njerëzit që janë dënuar kështu për cigara shash, ata të dalin. E gjunat. Njeri që ka vrarë dhe ka prerë, atje të ngordi. Për mendimin tim. Më kupton? Ta për cigara shash do t'ishi fare në burg, them unë. Po tashi ajo varet te gjykata, varet e neve. Më kupton? Po e mirë është që të lirojnë të vetë qeshuna të rinj që të riedukohen nëpërmjet punës, nëpërmjet prindërve, edhe ata të bëhen me shoqërinë. Nësa këta vrasin, presin, digin, atje kanë bënë. Po ku asgjë fundi si kemi parë? Po ne si kemi parë sepse si në përgjithë burgu, edhe që ke përgjithë burgu, dhe ti e gjuar nga burgu se liroj ata kriminalët. Dakord? Edhe në qunit e zestime që është atje komplet, edhe i brandash. Në burg i marrin kot, tu marrin lekët sa ata bëjnë qef atje. Tu marrin lekët e të lëshojnë ata që zbëjnë dëm të madh. Ata që bëjnë dëm të madh ti mbajnë brenda dek, kurse këta të tjerët, pse futu burg kot? Ta ushqem edhe atjeneve. Jepi lekë, merri lekët atje vetëm ashtu dëgjon ai. Amiru pafshi. Nuk marr vesh unë nga këto punë. Okej, Po pse unë marr vesh e ti jo? Po tani femrat e osma. Femrat janë ekonomiste, janë Janë guzhunjere. një lloj me ne. Lekjati përgjigjen ajo. Kërkojnë të jenë një lloj. Po në përgjithësi jo keq. Ke lexuar draftin? Mos merrem shumë me këto gjëra. Ja. Të lirohen të burgosurit. Jo të gjithë. Shumë mirë. Është një veprim i drejtë, pasi shumë të para burgosur rrin kot në përburgje, sa han bukën atje dhe rrin. Ky nuk është një vendim i drejtë për mua. Ata duhet lirohen. Kur të merret vendimi i gjykatës pastaj, atëherë le të shkojnë atje ku takon. Ka ca që përshtaten. Atje është bukë, atje është ambient bukë, mira. Për shembull, ne menduam që s'ishte për Ilir Metën. U përshtaten ata, mësuan. Apa i liri tash. Do mësohet çfarë do bëj, edhe ai tash si Jovelia. tjerë, po vaj. Po vaje atje një lloj. Edhe Ilir Beqa Po, mësuan.
Në të thonë. Tani s'dalin do të mata, do duash. Po tash, pa u bërë gjithë që s'dalin apo tash. Diçka e mirë, ju e shini vetë që të thëmë unë është. Që të thëmë për ministri. Nuk flas do të, s'jam kompetent, s'jam e. Ne po marrim opinion si publik, nuk po marrim si specialist. Mirë është dej tani, mirë çka. As mirë as keq. Po bëjnë diçka. S'po bëjnë asgjë për të bërë.